Dita e 30 dhjetorit gdhiu e vrenjtur mbi Tiranë, me atë ajër të rënd që paralajmëron shiun e verës. Arbëri u zgjua herët, si ditët e fundit, por këtë herë me një ndjenjë ndryshe në gjoks. Sot do të ishte dita. Dorotheuta do të bënte vizitën zyrtare te familja e Liridonës, do të prezantonte programin e plot dhe gjithçka përfundimisht do të fillonte të konkretizohej. Në orën 9 të mëngjesit, Arbëri ishte parkuar disa bloqe larg shtëpisë së Liridonës, duke vëzhguar nga larg. Bledari ishte në timon, Elora në sediljen e pasme me një tablet, duke ndjekur gjithçka përmes mesazheve të Dorotheutës. Arbëri kishte këmbëngulur të ishte afër, edhe pse e dinte që nuk duhej të afrohej. Dorotheuta mbërriti pikërisht në kohë, e veshur me rroba të thjeshta por profesionale, duke mbajtur një dosje të organizuar. Arbëri e pa tek trokiti në derë dhe u prit nga Liridona me atë shprehje kujdesi të përzier me shpresë që ai tashmë e njinte aq mirë. Përmes mesazheve që Elora lexonte me zë të lartë, Arbëri ndiqte çdo hap. Dorotheuta prezantoi programin, shpjegoi kriteret, tregoi dokumentacionin zyrtar. Gjithçka dukej legjitime sepse ishte legjitime. Arbëri e kishte garantuar këtë, duke strukturuar çdo detaj që Liridona të mos ndihej si një përfituese e veçantë, por si dikush që kualifikohej për një program real të asistencës sociale. Liridona bëri pyetje. Shumë pyetje. Ajo ishte inteligjente, e kujdesshme, jo dikush që do të pranonte çdo gjë pa e kuptuar plotësisht. Dorotheuta i u përgjigj gjithçkaje me durim dhe ndershmëri. Po, do të kishte një kurs profesional për administrimin e bizneseve të vogla, diçka që Liridona mund ta përdorte për të gjetur një punë më të mirë ose edhe për të hapur diçka të saj eventualisht. Po, do të kishte ndihmë për kopshtin dhe shkollën e fëmijëve. Po, gjyshe Fatmira do të përfshihej në një program shëndetësor komunitar me shërbim në shtëpi. Dhe çfarë duhet të jap unë në këmbim, pyeti Liridona, me mosbesimin ende të pranishëm. Sepse asgjë në jetë nuk është falas. Dorotheuta buzëqeshi me mirë kuptim. Ju duhet të angazhoheni. Të ndiqni mësimet, të merrni pjesë në aktivitete, të ndiqni udhëzimet mjekësore për nënën tuaj. Duhet të doni ta ndryshoni situatën tuaj. Kjo është e gjitha. Nuk ka politikan të përfshirë, nuk ka kish apo xhami që kërkon konvertim, nuk ka asgjë të fshehur. Është një program social i financuar nga donator privat që besojnë në dhënien e mundësive, jo të lëmoshave. Liridona heshti për një moment të gjatë. Arbëri, në makinë, mbante frymën. Elora mbante tabletin me duar që i dridheshin. Bledari shikonte nga pasqyra, po aq i tensionuar. Më në fund, mesazhi erdhi. Ajo pranoi. Liridona pranoi. Arbëri mbylli sytë dhe ndjeu diçka të çlirohej brenda gjoksit të tij. Ishte lehtësim, ishte gëzim, ishte një ndjenjë që ai nuk mund ta emërtonte, por që ishte më intensive se çdo biznes i mbyllur, çdo kontratë e nënshkruar në të gjithë karrierën e tij. Zoti Arbër, tha Elora butësisht, ja dolëm. Jo, korrigjoi Arbëri duke hapur sy. Ajo ja doli. Ajo pati guximin të pranonte ndihmë, të besonte, të bënte këtë hap. Ne vetëm sa ja lehtësuam rrugën. Në ditët në vijim, ndërsa viti po i afrohej fundit, Arbëri ndoqi nga larg çdo hap. Liridona filloi mësimet e kursit, fillimisht e turpshme, por shpejt filloi të dallohej. Gjyshe Fatmira mori vizitën e parë nga ekipi mjekësor dhe më në fund mori diagnozën e saktë për problemin e saj të shtyllës kurrizore. Era mori uniformë të re dhe mjete shkollore të kompletuara dhe frekuentimi i saj në shkollë u përmirësua menjëherë. Drini u pranua në një kopsht komunitar me shërbim të plotë. Por Arbëri e dinte se nuk mund të qëndronte në hije për gjithmonë. Fatosi, gazetari, i kishte dhënë kohë, por historia eventualisht do të dilte. Dhe kur të dilte, ai duhej të ishte i sigurt se ajo familje ishte e përgatitur, e mbrojtur, e fortë mjaftueshëm për të përballuar vëmendjen. Ishte dita e 31 dhjetorit, nata e vitit të ri, kur Arbëri mori një vendim. Duhej të fliste me Liridonën. Duhej t'i thoshte të vërtetën para se ajo ta zbulonte nga burimet të tjera. Në orën 6 të pasdites, kur dielli filloi të perëndonte duke ngjyrosur qiellin me portokalli, Arbëri u parkua para shtëpisë së Liridonës. Këtë herë nuk kishte maskim, nuk kishte justifikime të përgatitura. Ishte vetëm ai, Arbër Hoxha, gati për t'u zbuluar plotësisht. Trokiti në derë me zemrën që i rrite fort. Liridona e hapi dhe fytyra e saj u ndriçua kur e pa.
Besnik, sa mirë që të shoh. Hyr. Nuk do t'i besosh novitetet. Ajo ishte ndryshe. Ende e dobët, ende me rrath nën sy, por kishte diçka të re në sytë e saj. Shpresë. Energji. Jetë. Liridona, tha Arbëri, duke hyrë dhe duke vënë re se shtëpia ishte pak ndryshe. Disa mobilje të reja, të blera me ndihmën emergjente të programit. Frigoriferi nuk bënte më atë zhurmën e çuditshme, ishte zëvendësuar. Ndryshime të vogla që bënin një diferencë gjigante. Më duhet të them diçka. Liridona ndaloi së foluri, duke vënë re tonin serioz të zërit të tij. Çfarë ka? Ka ndodhur gjë? Arbëri mori frym thellë. Emri im nuk është Besnik. Emri im është Arbër Hoxha. Unë nuk jam vullnetar i kishës. Unë jam sipërmarrës. Dhe unë isha baba Dimri që u shfaq këtu në natën e Krishtlindjes. Fytyra e Liridonës kaloi nëpër disa shprehje brenda sekondave. Konfuzion, mosbesim, kuptim dhe në fund diçka që ngjante me zemërimin. Ti më gënjeve? Arbëri pohoi me kokë, pa i larguar sy. Gënjeva. Dhe më kërkon ndjes për këtë. Por duhej të ishte kështu. Po të kisha ardhur këtu si Arbër Hoxha, biznesmeni i pasur, do të dukej si lëmosh, do të dukej si kur doja të bëja reklam, do të hiqte dinjitetin. Unë nuk e doja këtë. Doja të ndihmoja vërtet në mënyrë të qëndrueshme, me respekt. Liridona kryqëzoi krahët, ende duke e procesuar. Po programi? Dërteuta? E gjithë kjo ishte një inskenim? Nuk ishte inskenim, u përgjigj Arbëri shpejt. Programi është real, dokumentacioni është real, kurset janë reale. Gjithçka është legjitime. Unë vetëm e financova, e strukturova, krijova mundësi. Por ti e fitove vendin tënd me merit. Ti ishe e pambrojtur, i plotësoje kriteret e nevojshme, ti prandove të angazhohesh. Edhe familje të tjera po përfshihen në program. Ti nuk ishe e vetmja. Era u shfaq nga dhomza e pasme, veshur me uniformën e re shkollore. Kur pa Arbërin, sytë e saj u zgjeruan. Baba Dimri, pëshpëriti ajo. Arbëri u ul derisa arriti në lartësinë e saj. Përshëndetje, Era. Vajza e përqafoi spontanisht me atë besim që vetëm fëmijët kanë. U ktheve. E mbajte premtimin. Mami nuk qanë më natën. Arbëri ndjeu sytë t'i digjinin. Shikoi Liridonën mbi kokën e Erës dhe pa që edhe ajo po qante. Si e zbulove, pyeti Liridona me zërin që i dridhej. Si e dite dëshirën tonë? Pse pikërisht ne? Arbëri e lëshoi Erën me delikatesë dhe u ngrit. Sepse vajza jote më shikoi në sy dhe, në vend që të kërkonte një lodër, kërkoi që ti të mos qaje më. Ajo është 5 vjeçe, Liridona. 5 vjeçe. Dhe ajo mban peshën e vuajtjes së nënës së saj. Kjo më theu. Më bëri të kuptoj se po jetoja një jetë boshe, i rrethuar nga luksi, por pa asgjë që vërtet kishte rëndësi. Liridona fshiu lotët me kurrizin e dorës. Nuk di çfarë të them. Duhet të isha e zemëruar me ty që më gënjeve, por nuk mundem. Sepse ti na ndryshove jetën. Vërtet. Për herë të parë pas vitesh, kam shpresë. Kam një rrugë. Kam të ardhme. Arbëri bëri një hap përpara. Por duhet të paralajmëroj për diçka. Një gazetar zbuloi gjithçka. Ai do të publikoj një artikull për mua, për atë që bëra, për ju. Arrita ta bëja të priste, që t'ju jepte kohë të stabilizoheshit, por kjo do të dalë. Dhe kur të dalë, do të ketë vëmendje, do të ketë njerëz që do të duan të flasin me ty, të bëjnë foto, të bëjnë pyetje. Doja të përgatisja për këtë. Liridona u zbe. Vëmendje? Por unë nuk dua të dalë në pa. Unë vetëm dua të jetoj jetën time, të punoj, të kujdesem për fëmijët e mi. E di, tha Arbëri, dhe do të bëj gjithçka që mundem për të mbrojtur privatësinë tënde. Gazetari premtoi se nuk do të zbuloj identitetin tënd të plot, nuk do të jap adresën, asgjë që të vë në rrezik. Por njerëzit do ta dinë që ekziston një familje që u ndihmua. Do të kenë opinione për këtë. Disa do të quajnë të bukur, të tjerë do të kritikojnë, do të thonë se është marketing apo shfaqje. Më duhet vetëm që ti ta dish se, pavarësisht se çfarë thonë, ajo që bëm këtu ishte reale. Ishte e vërtetë.
Dhe asgjë që dikush thot nuk do ta ndryshoj këtë. Nga dhoma e pasme erdhi zëri i dobët i gjyshe Fatmirës. Liridona, kush është aty? Liridona fshiu fytyrën shpejt dhe shkoi te dhomëza, duke u kthyer ndërsa ndihmonte nënën e saj të ecte ngadalë drejt salonit. Gjyshe Fatmira ishte më e gjallë, medikamentet e sakta më në fund po jepnin efekt. Kur pa Arbërin, ajo e studioi me ata sy me përvojë që kishin parë shumë gjëra në jetë. Ti je njeriu që ndihmove vajzën time, tha ajo, nuk ishte një pyetje. Arbëri pohoi. Unë jam, gjyshe Fatmira. Plaka e moshuar eci drejt tij, e mbështetur te Liridona dhe vendosi një dorë të rrudhur në fytyrën e Arbërit. Ajo e shikoi thellë, sikur po lexonte shpirtin e tij. Ke zemër të mirë, tha ajo më në fund. Unë di ta njoh. Nuk është çdo i pasur që na shikon ne si njerëz. Ti na shikon. Kjo vlen më shumë se çdo para që mund të kesh dhënë. Arbëri ndjeu lotët t'i rridhnin në përfytyrë dhe nuk u përpoq t'i fshite. Faleminderit, gjyshe Fatmira. Zonja e vjetër buzëqeshi. Mbesa ime nuk pushon se foluri për ty, ajo thot se ti je babadimri i vërtet, jo ai me rena. Dhe e di diçka? Ajo ka të drejtë. Sepse ti nuk solle dhurata të mbështjella. Ti solle shpresë. Dhe kjo është dhurata më e mirë që ekziston. Në atë moment, Arbëri kuptoi diçka që kishte kërkuar gjatë gjithë jetës pa e ditur. Ai kishte kaluar dekada duke ndërtuar ndërtesa, duke grumbulluar pasuri, duke kërkuar suksesin. Por aty, në atë shtëpi të thjeshtë, me atë familje që më parë nuk kishte asgjë dhe tani kishte shpresë, ai më në fund gjeti atë që zemra e tij kërkonte. Qëllim. Lidhje të vërtetë. Kuptim. Liridona, tha ai, duke nxjerrë një zarf nga xhepi. Këtu është telefoni im personal, ai i Dorteutës, ai i Elorës, asistentes sime. Çdo gjë që të duhet, çdo problem, çdo dyshim, telefono. Nuk ka rëndësi ora. Dhe diçka tjetër. Kursi që po bën, kur ta përfundosh, nëse dëshiron, ka një vend pune që të pret në një nga ndërmarrjet e mia. Jo për mëshirë, por sepse pash që je inteligjente, e përkushtuar, e ndershme. Këta janë njerëzit që unë dua të punojnë me mua. Liridona e mori zarfin me duar që i dridheshin. Nuk di si të falenderoj. Nuk ekziston falënderim i mjaftueshëm. Nuk ka nevojë të falenderosh, tha Arbëri. Duhet vetëm të ecësh përpara. Të rritësh fëmijët e tu, të kujdesesh për nënën tënde, të ndërtosh të ardhmen tënde. Ky është falënderimi më i mirë që mund të më japësh. Era tërhoqi këmishën e Arbërit. A do të kthehesh? Apo tani që nuk je më babadimri do të ikësh? Arbëri u ul përsëri. Do të kthehem, Era. Jo si babadimër, por si mik. Nëse mami yt më lejon, sigurisht. Liridona pohoi me kokë, duke qajtur ende. Sigurisht që të lejoj. Ti do të jesh gjithmonë i mirë pritur këtu. Kur Arbëri doli nga ajo shtëpi, qielli ishte tashmë i errët dhe fishekzjarët e parë të fundvitit filluan të shkrepnin në natë. Ai ndaloi për një moment në rrugë, duke parë prapa, duke parë përmes dritares siluetën e Liridonës të përqafuar me fëmijët e saj dhe gjyshe Fatmirën. Një familje. E plot, e mbështetur, me të ardhme. Bledari po e priste në makinë. Si shkoi, zotëri? Arbëri hyri dhe qëndroi në heshtje për një moment. Ishte e përsosur, Bledar. Ishte saktësisht ashtu siç duhej të ishte. Gjatë rrugës së kthimit, Arbëri mendoi për vitin që po mbaronte dhe për atë që po fillonte. Mendoi se si e kishte filluar atë dhjetor, i vetëm, i zbrazët, i rrethuar nga luksi, por pa asgjë që vërtet ta bënte të lumtur. Dhe mendoi se si po e përfundonte, i lidhur me një familje që pothuajse nuk e njihte, por që i kishte ndryshuar jetën po aq sa ajo kishte ndryshuar atyre. Telefoni ra. Ishte Fatosi, gazetari. Zoti Hoxha, mora vesh që e vizituat familjen sot. U tregua të vërtetën. U tregova, konfirmoi Arbëri. Dhe si reaguan? Me më shumë mirësi se sa meritoja. Shiko, Fatos, publikoi artikullin tënd. Trego historinë. Por tregoje në mënyrën e duhur. Nuk bëhet fjalë që unë të jem hero. Nuk bëhet fjalë për marketing apo politik. Bëhet fjalë për një fëmijë që më mësoi se qëllimi nuk blihet, por jetohet.
Bëhet fjalë për një familje që më kujtoi se çfarë ka rëndësi vërtet. Nëse arrin ta përcjellësh këtë mesazh, atëherë ekspozimi do t'ia vlej. Mos u shqetësoni, zoti Hoxha. Do t'i bëj drejtësi historisë. Dhe shiko, faleminderit që besove te unë. Shumë njerëz në vendin tënd do të kishin tentuar ta mbyllnin, të korruptonin, të kërcënonin. Ti ishe i ndershëm që nga fillimi. Kjo vlen. Artikulli doli më 2 janar dhe siç e priste Arbery, ndau opinionet. Disa i quajtën hero, të tjerë oportunist. Disa lëvduan iniciativën, të tjerë kritikuan faktin që ai kishte zgjedhur vetëm një familje. Pati debate, polemika, diskutime. Por Arbery nuk u shqetësua. Sepse ai e dinte të vërtetën. E dinte se në atë shtëpi në bregun e lumit, një vajzë flinte e qetë, nëna e saj nuk qante më natën, një gjyshe merrte trajtimin e duhur dhe një familje kishte të ardhme. Dhe kjo ishte më reale, më e vërtet se çdo titull gazete. 3 muaj më vonë, Arbery u kthye në bregun e lumit për një vizitë të planifikuar. Gjeti Liridonën rrezatuese, pothuajse duke përfunduar kursin, tashmë me premtim për punë. Era po e adhuronte shkollën, nuk mungonte më asnjë ditë. Drini rritej i shëndetshëm në kopsht. Gjyshe Fatmira arrinte të ecte pa ndihmë për herë të parë pas 2 vitesh. Setu këtu, birë, thiri gjyshe Fatmira, duke treguar një karrige të re në verandën e improvizuar që kishin ndërtuar. Duhet të shohësh diçka. Ajo i tregoi Arberyt një album fotografish që Liridona po montonte. Foto të familjes, të ditëve të para të shkollës, të Drinit në kopsht, të erës me uniformën e re. Foto të momenteve të thjeshta, të përditshme, por plot jetë. Kjo këtu është e preferuara ime, tha gjyshe Fatmira, duke treguar një foto të erës duke buzëqeshur, duke mbajtur një libër shkolle. E sheh këtë buzëqeshje? Kjo është buzëqeshja e një fëmije që ka të ardhme. Përpara, ajo buzëqeshte, por ishte ndryshe. Kishte trishtim në fund. Tani nuk ka më. Tani është vetëm gëzim. Ti e bëre këtë, birë. Ti dhe mirësia jote e bëtë këtë. Arbery shikoi foton dhe ndjeu gjoksin t'i mbushej me një emocion që nuk kishte emër. Të gjithë ne e bëm, gjyshe Fatmira. Unë vetëm hapa derën. Ju ishit ata që patët guximin ta kalonin. Kur dielli filloi të perëndonte dhe Arbery u përgatit për të ikur, Era vrapoi drejt tij dhe i dha një vizatim. Ishte një burr i veshur me të kuqe, me mjekër të bardhë, por anash tij ishte shkruar me shkronja të shtrembra, miku im Arbery, babadimri i vërtet. Arbery e ruajti atë vizatim sikur të ishte kontrata më e rëndësishme që kishte nënshkruar ndonjëherë. Sepse ishte kontrata që e lidhte me diçka më të madhe se paraja, më të madhe se suksesi, më të madhe se çdo gjë që bota e korporatave mund të ofronte. Ishte prova se një natë krishtlindjeje, një dëshirë e një fëmije dhe guximi për të dëgjuar vërtet mund të ndryshonin jo vetëm një jetë, por të gjitha jetët e përfshira. Se ndonjëherë dhurata më e mirë nuk është ajo që mbështillet me letër me ngjyra, por ajo që ndërtohet me kohë, përkushtim dhe zemër të vërtetë. Dhe ndërsa po kthehej me makinë drejt apartamentit të tij luksos në rrugën e Elbasanit, Arber Hoxha, miliarderi që një ditë u vesh si babadimër dhe zbuloi se kush ishte vërtet buzëqeshi. Sepse më në fund, pas 48 vitesh, ai kishte gjetur përgjigjen e pyetjes që as nuk e dinte se po e bënte. Cili ishte kuptimi i të gjithave? Ishte kjo. Ishin ato buzëqeshje. Ishte ajo shpresë. Ishte dienia se diku në qytet, një vajzë 5 vjeçare mund të ëndërronte për të ardhmen pa pasur nevojë të dëgjonte nënën e saj duke qajtur natën. Dhe kjo, mendoi Arbery ndërsa dritat e Tiranës vezullonin rreth tij, vlente më shumë se gjithë ari i botës. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arberyt dhe e vogëlushes Era të ketë prekur zemrat tuaja. Nëse u emocionuat nga ky udhëtim transformimi, ku një kërkesë e thjeshtë e një fëmije ishte në gjendje të ndryshonte një jetë të tërë, klikoni butonin m'pëlqej. Regjistrohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment ju ka prekur më shumë. A ishte kur Era zbuloi dëshirën e saj? A ishte guximi i Liridonës për të pranuar ndihmë duke ruajtur dinjitetin e saj? Apo ishte transformimi i Arberyt kur zbuloi kuptimin e vërtetë të pasurisë? Çdo ditë, sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi empatinë, bujarinë dhe fuqinë e një veprimi të vetëm të shtyrë nga zemra.
Ju presim në episodin e radhës, ku një tjetër rrëfim do të prek shpirtin tuaj dhe do t'ju bëjë të besoni se gjestet e vogla mund të gjenerojnë transformime të mëdha. Në mëngjesin e 24 dhjetorit, Arbery u zgjua para alarmit, diçka që nuk ndodhte kurrë. Gjumi kishte qenë i fragmentuar, plot me imazhe të asaj vajze me sy serioz dhe të dëshirës që nuk i hiqej nga mendja. Në orën 5:30 të mëngjesit, ai ishte tashmë në këmbë, duke pirë kafe të fortë në balkonin e apartamentit të tij luksos, ndërsa Tirana zgjohej ngadalë në një qiell roz vere. Telefoni ra në orën 6:15. Ishte Genti, shefi i sigurisë, me raportin që Arbery kishte kërkuar. Zëri i tij ishte i lodhur, ishte e qartë se nuk kishte fjetur, por ishte profesional si gjithmonë. Zoti Hoxha, kam informacionet që kërkuat. Liridona Berisha, 32 vjeçe, nëna e Erës dhe Edrinit, 2 vjeç. Punon si pastruese ditore, por puna është e parregull. Disa javë arrin të bëj 3-4 punë, javë të tjera mbetet pa asgjë. Fiton midis 10 dhe 15.000 lekë të vjetra në ditë kur gjen punë. Nëna e saj, Gjyshe Fatmira, është 64 vjeçe, diabetike, me problem të rënd në shtyllën kurrizore. Nuk mund të punojë më. Jetojnë të gjithë në një shtëpi me një dhomë gjysmë, me qira, 10.000 lekë në muaj. Pronari është një zotëri që jeton në të njëjtën lagje, i njohur si Zoti Agim, ka famën e të qenit i mirëkuptueshëm me vonesa. Arbery shënonte gjithçka në një blok, duart i dridheshin lehtë. Vazhdo, tha ai. Situata është delikate, zotëri. Liridona ka 3 muaj qira pa paguar. Zoti Agim nuk i ka kërkuar ende për shkak të krishtlindjeve, por ka paralajmëruar se në janar do t'i duhen paratë. Ajo ka borxhe në dyqanin lokal, të vogla, blen me listë dhe paguan pak nga pak kur mundet. Era është e regjistruar në shkollën publike, por mungon shumë sepse nuk ka uniform të duhur as mjete. Ushqimi i tyre varet shumë nga ndihma e fqinjeve dhe nga një pako ushqimore që marrin nga një organizatë bamirësie e zonës një herë në muaj. Sa duhen për të plotësuar qirat e prapambetura, pyeti Arbery, duke bërë llogarit në mendje. 30.000 lekë, zotëri. Dhe borxhet në dyqan janë rreth 10.000 lekë. Në total, më pak se 50.000 lekë do të zgjidhnin problemin e tyre të menjëhershëm. Arbery lëshoi një e qeshur të hidhur. Më pak se 50.000 lekë. Ai shpenzonte më shumë se aq për një shishe të vetme vere në darkat me klientët. Kravata e tij prej mëndafshi kushtonte 3 fishin e asaj shume. Dhe për atë familje ishte diferenca midis të pasurit një çati apo jo. Perversiteti i pabarazisë e goditi me një forcë fizike. Edhe diçka tjetër, Gent? Po, zotëri. Liridona respektohet shumë në komunitet. Fqinjet flasin mirë për të, thonë se është punëtore, e ndershme, që kujdeset mirë për fëmijët pavarësisht gjithçkaje. Ajo humbi bashkëshortin para 3 vitesh. Ai pati një komplikacion të rëndë shëndetësor, u dërgua në spitalin publik, por nuk mbijetoi. Që atëherë, ajo i rrit fëmijët e vetme me ndihmën e nënës. Nuk merr pension, nuk ka mbështetje nga familja e bashkëshortit, asgjë. Është ajo dhe Gjyshe Fatmira kundër botës. Arbery mbylli sytë. Çdo informacion ishte një pjesë e një mozaiku që formonte një portret shkatërues të një realiteti që ai gjithmonë e dinte se ekzistonte, por kur nuk e kishte ndjerë vërtet. Punë e mirë, Gent. Faleminderit që e bëre këtë kaq shpejt. Në shërbimin tuaj, zotëri. A mund të pyes se çfarë keni ndërmend të bëni? Ende nuk e di saktësisht, u përgjigj Arbery i sinqert. Por do ta zbuloj. Pusho pak. Flasim më vonë. Kur Elora mbërriti në zyrë në orën 7 të mëngjesit, gjeti Arberin tashmë të instaluar, letra të shpërndara mbi tavolinë, 2 filxhan kafe të zbrazët pranë kompjuterit. Ai ngriti syt kur ajo hyri dhe Elora vuri re diçka ndryshe te punëdhënësi i saj. Një intensitet që shkonte përtej mbledhjeve të tij të zakonshme të biznesit. Sejtu, Elora. Kemi punë për të bërë. Në orët në vijim, ata strukturuan atë që Arbery e quajti projekti Era. Nuk do të ishte një dhurim i thjeshtë. Do të ishte një program i plot mbështetjeje, por duhej bërë me respekt absolut dhe kujdes për të mos poshtëruar apo vënë në siklet familjen. Plani përfshinte rregullimin e qirave, shlyerjen e borxheve, krijimin e një të ardhure fikse për Liridonën përmes një programi kualifikimi profesional, trajtim mjekësor të duhur për Gjyshe Fatmirën, mjete shkollore dhe uniform për Erën,
dhe ndjekje nga punonjës social të besuar. Elora e shikonte Arbërin me një përzierje admirimi dhe shqetësimi. Zoti Hoxha, kjo është e bukur, vërtet është. Por a keni menduar për implikimet? Nëse familje të tjera e zbulojnë, nëse shtypi e merr vesh, nëse kjo bëhet lajm, ju mund të akuzoheni se doni të bëni reklam, se bëni marketing personal. Ose më keq, mund të gjeneroni pritshmëri që nuk do të mund t'i përmbushni. Ka mira familje në atë zonë në situatë të ngjashme ose edhe më keq. Arbëri ndaloi së shkruari dhe e shikoi atë. I di të gjitha këto, Elora. Më beso, kalova gjithë natën duke menduar për këtë. Por ajo vajzë më shikoi në sy, e veshur si babadimër dhe bëri një dëshirë. Unë premtova se do të provoja. Nuk mund t'i ndihmoj të gjithë, e di. Por mund ta ndihmoj atë. Dhe nëse nuk bëj asgjë sepse nuk mund të bëj gjithçka, atëherë cili është kuptimi I të pasurit gjithë këto para? Elora pohoi me kokë, me sytë e mbushur me lodh. E kuptoj, zotëri. Do të ndihmoj në çdo gjë që duhet. Telefoni I Arbërit ra. Ishte Bledari, shoferi. Zoti Hoxha, ka një problem të vogël këtu. Genti më kërkoi të telefonoja. Ka njerëz që pyesin për vizitën e djeshme. Duket se dikush ka bërë foto dhe po qarkullojnë në grupe WhatsApp të zonës. Njerëzit po spekulojnë se kush ishte babadimri I pasur që u shfaq në bregun e Lumit. Arbëri ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Ishte saktësisht ajo që Elora kishte parashikuar. Çfarë lloj spekulimesh? Ah, ka nga të gjitha, zotëri. Ka njerëz që thonë se ishte një politikan që kërkon vota, të tjerë thonë se ishte ndonjë I fortë që bën bamirësi për të përmirësuar imazhin. Ka edhe nga ata që thonë se ishte një prift I maskuar. Fotot nuk e tregojnë fytyrën e zotërisë qartë për shkak të mjekrës, por shihet që rrobat ishin të shtrenjta, ora në kyç, këto gjëra. Njerëzit e komunitetit janë të zgjuar, zotëri. Ata I vënë re detajet. E kuptoj, tha Arbëri duke menduar shpejt. Bledar, dua që ti dhe Genti t'i mbani syt hapur. Por në mënyrë diskrete. Nuk dua të duket sikur po hetojmë njerëzit apo po kontrollojmë se çfarë thonë. Vetëm më mbani të informuar nëse kjo përshkallëzohet në diçka më të madhe. Në rregull, zotëri. Edhe diçka tjetër. Fqinja e Liridonës, një zonjë e quajtur zonja Shpresa, po kërkon të di nëse babadimri do të kthehet. Ajo kujdeset për erën ndonjëherë kur Liridona gjen punë dhe vajza nuk ka pushuar së foluri për dëshirën që bëri. Zonja Shpresa është e shqetësuar se vajza do të zhgënjehet shumë nëse nuk ndodh asgjë. Arbëri mori frym thellë. Thuaj asaj, nëse arrin të flasësh në mënyrë diskrete, se babadimri nuk e ka harruar dëshirën e erës. Thuaj se ndonjëherë gjërat e mira vonojnë pak, por që ai po punon për këtë. Pasi mbylli telefonin, Arbëri qëndroi disa minuta në heshtje, duke shikuar nga dritarja e zyrës. Atje poshtë, rruga e Elbasanit zjente nga trafiku I natës së Krishtlindjes. Njerëz që nxitonin, makina që I binin Boris, baleti kaotik I jetës urbane. Dhe diku në zonën veriore, një vajzë 5 vjeçare priste që nëna e saj të mos qante më. Elora, tha ai papritur, më duhet të shkoj atje sot. Më duhet të flas me Liridonën. Elora zgjeroi syt. Zoti Hoxha, sot është nata e Krishtlindjes. Dhe a mendoni se është e matur të shfaqeni atje përsëri? Pas atyre fotove që po qarkullojnë? Nuk do të shfaqem si Arbër Hoxha, biznesmeni. Do të shfaqem si dikush nga organizata që përmendi zonja Shpresa, ose si punonjës social, nuk e di ende. Por më duhet ta njoh këtë grua, më duhet ta shikoj në sy dhe të kuptoj se çfarë I duhet vërtet. Dhe nëse ajo zbulon se kush jeni, dhe nëse ajo ndihet e pushtuar, e manipuluar, atëherë do të merrem me këtë, u përgjigj Arbëri me vendosmëri të qartë në zë. Elora, unë kalova 48 vite të jetës sime duke ndërtuar ndërtesa, duke grumbulluar para, duke mbyllur biznese. Dhe mbrëm, një fëmijë 5 vjeçar më mësoi se unë nuk di absolutisht asgjë për atë që vërtet ka rëndësi. Më duhet ta bëj këtë. Më duhet të provoj. Në orën 2 të pasdites, Arbëri ishte përsëri rrugës për në bregun e Lumit. Këtë herë, pa kostum, I veshur me rroba të thjeshta, gjinse të zakonshme dhe një bluzë të bardhë, atlete të vjetra. Bledari ngiste të njëjtën makinë diskrete të një dite më parë.
Nëse diljen e pasme, Arbëri rishikonte në mendje atë që do të thoshte. Kur mbërritën në rrugicën ku ndodhej shtëpia e Liridonës, Bledari u parkua disa shtëpi më larg. Arbëri mori frym thellë dhe zbriti, duke ndjerë nxehtësinë e mesditës t'i godiste fytyrën. Fëmijët luanin në rrugë, një radio luante muzikë popullore në ndonjë shtëpi aty pranë, gratë lanin rroba në vaska të improvizuara në trotuare. Jeta e thjeshtë, e rëndë dhe reale pulsonte aty. Ai trokiti në derën prej drurit të shtrembër. U deshën disa sekonda derisa dikush të përgjigjej. Kur dera u hap, Arbëri pa një grua të re, të dobët, me rrath të thellë nën sy por me sy të bukur. Vishte një palë pantallona të shkurtra të vjetra dhe një bluzë të zbehur, flokët i kishte të kapura thjesht. Ishte Liridona. Mirdita, tha Arbëri, duke u përpjekur të tingëllonte rastësor. Emri im është Besnik. Jam vullnetar i organizatës lokale dhe erdha të vizitoj disa familje të zonës. A keni një minutë kohë për të biseduar? Liridona e shikoi me mosbesim, por nuk ishte e pasjellshme. Organizata? Cila organizatë? Ajo atje te rruga sipër, improvizoi Arbëri, duke shpresuar që informacioni i tij të ishte i saktë. Ajo që shpërndan pa kot ushqimore. Drejtuesi më kërkoi të vizitoja disa familje për të kuptuar më mirë nevojat e komunitetit. Mosbesimi në sytë e Liridonës u paksua pak. Ah, mirë. Mund të hyni, por më falni për rrëmujën. Jetojmë ngushtë këtu. Arbëri hyri dhe duhej të kontrollonte reagimin kur pa brendësinë e shtëpisë. Ishte saktësisht ashtu siç e kishte përshkruar Genti, një dhomë kryesore që shërbente si sallon, kuzhinë dhe dhomë gjumi, me vetëm një ndarje me perde që krijonte një hapësirë më të vogël ku ndoshta flinin fëmijët. Dyshemeja ishte prej cimentoje të ftohtë, muret pa lyer, mobilje të vjetra dhe të riparuara. Por gjithçka ishte e pastër, e organizuar brenda mundësive. Kishte dinjitet në atë varfëri. Era ishte ulur në dysheme, duke luajtur me një kukull me një krah. Kur pa Arbërin, sytë e saj u zgjeruan. Ajo e njohu, edhe pa kostum. Arbëri vendosi gishtin në buzë, duke i bërë shenjë të qëndronte e heshtur, dhe vajza, e zgjuar, e kuptoi. Nëse do të ishe në vendin e Arbërit, a do ta kishit marrë këtë vendim për t'u përfshirë aq thellë me familjen, apo do të kishit bërë diçka tjetër? Na tregoni në komente. Liridona i tregoi një karrige plastike Arbërit për t'u ulur. Ajo vetë qëndroi në këmbë, e mbështetur te lavamani i vogël. Doni një kafe? Është e hollë, por është e ngrohtë. Nuk ka nevojë të shqetësoheni, zonja Liridona. Erdha vetëm për të biseduar pak, t'ju njoh ju dhe familjen tuaj. Nga dhoma e pasme, e ndarë nga një perde e grisur, erdhi një zë gruaje më të moshuar, i ngjirur dhe i lodhur. Liridona, kush është? Është një djalë nga organizata, nën, u përgjigj Liridona, duke ngritur zërin. Ri e qetë. Arbëri shfrytëzoi rastin. Kjo është nëna juaj? Po, gjyshe Fatmira. Nuk është mirë, ka problem me shtyllën kurrizore dhe diabetin. Nuk mund të dalë nga krevati ka një muaj tashmë. Dhe a arrini ta dërgoni te mjeku? Liridona lëshoi një të qeshur pa humor. Mjeku? Në ambulancën këtu caktimi i vizitës është pas 5 muajsh. Dhe për ta dërguar në urgjencë duhet të paguaj një transport, sepse ajo nuk mund të ecë as deri te stacioni i autobusit. Është gjithçka e komplikuar, djalosh. Po e shtym si të mundemi. Arbëri ndjeu zemërimin të rritej brenda tij. Jo zemërim ndaj Liridonës, por ndaj sistemit, ndaj pabarazisë, ndaj padrejtësisë që bënte që një grua e ndershme dhe punëtore të duhej të zgjidhte midis dërgimit të nënës së smur te mjeku apo blerjes së ushqimit për fëmijët. Po puna? Apo gjeni punë? Liridona pshertiu dhe në atë pshertim ishte gjithë lodhja e botës. Shiko, djalosh, unë punoj kur dalim punë. Pastroj, laj rroba, hekuros, çfarë të duhet. Por nuk ka punë çdo ditë. Dhe kur ka, më duhet t'i lë fëmijët me dikë, dhe ky është një problem tjetër. Era është 5 vjeçe, Drini është 2. Nëna ime kujdeset kur mundet, por ajo është e smur. Fqinjet ndihmojnë, por të gjithë këtu kanë problemet e veta, e dini? Nuk mund të kërkosh ndër çdo herë. E kuptoj, tha Arbëri, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Dhe nëse do të kishte një mënyrë për të pasur një punë më fikse, me të ardhurat të garantuara çdo muaj, a do të kishit interes?
Sytë e Liridonës shkëlqyen për një sekond, por shpejt mosbesimi u kthye. Çfarë lloj pune? Sepse kam parë shumë njerëz që ofrojnë gjëra që duken të mira, por pastaj janë gjëra të gabuara. Unë jam e varfër, por jam e ndershme. Nuk bëj gjëra të gabuara. Arbery ndjeu një respekt të thellë për atë grua. Pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht urisë, nevojës, ajo ruante parimet e saj. Jo, asgjë të gabuar. Po flas për programe kualifikimi profesional. Kurse që mësojnë një zanat dhe pastaj ndihmojnë për të gjetur punë fikse. Disa organizata e ofrojnë këtë. Liridona kryqëzoi krahët e menduar. Unë do të doja, djalosh. Por si? Unë mezi mbarova shkollën e mesme dhe ishte me mundim. Nuk kam kompjuter, nuk kam rroba të mira për intervistë, nuk kam as kohë as para për kurse. Dhe janë fëmijët. Kush do të kujdeset për ta nëse unë dal për të studiuar? Arbery ishte gati të përgjigjej kur Drini, djali 2 vjeçar, filloi të qante në dhomën e pasme. Liridona mërmëriti një ndjesë dhe shkoi atje. Arbery shfrytëzoi rastin për të parë rreth e rrotull me më shumë vëmendje. Pa frigoriferin e vjetër që bënte një zhurmë të çuditshme dhe ndoshta nuk ftohte siç duhet. Pa tenxheret e riparuara mbi sobën me 2 vatra. Pa faturën e dritave të ngjitur në mur me një gjilpër, të shënuar me një të kuqe të madhe të shkruar me stilo laps, e prapambetur. Era ju afrua atij me kukullën ende në krah. Ti e baba Dimri, pëshpëriti ajo, aq ulët sa vetëm Arbery mund ta dëgjonte. Ai u ul derisa arriti në lartësinë e saj. Jam një ndihmës i tij, pëshpëriti si përgjigje. Erdha të shoh se si je. A do ta bësh mamin tim të mos qaj më? Pyetja, e thënë me atë zë të pafajshëm, ishte si një goditje. Arbery gëlltiti pështymën. Do të bëj më të mirën që mundem, Era. Por duhet të jetë një surprizë. A mund të mbash sekret? Vajza pohoi me kokë seriozisht. Unë di të mbaj sekret. Nuk tregoj kur mami qanë. Ajo fjali i theu zemrën Arberyt në copa. Një fëmijë 5 vjeçar që tashmë ka mësuar të mbaj sekret për dhimbjen e nënës. Një fëmijë që mban një peshë që nuk duhet ta mbajë. Liridona u kthye me Drinin në krah, një djalë i vogël me sy të mëdhenj të ngjashëm me të motrës. Djali e shikoi Arberin me kuriozitet, por nuk tha asgjë, vetëm thithte gishtin dhe mbështetej në supin e nënës. Më falni, tha Liridona. U zgjua me uris. Do t'i bëj një shishe qumësht. Arbery vëzhgoi ndërsa Liridona përgatiste shishen me qumësht që ishte qartësisht shumë i holluar. Ajo e bëri këtë me lëvizje mekanike të mësuara me efikasitetin e dikujt që e përsërit atë gjes disa herë në ditë. Drini e mori shishen me të dyja duart e vogla dhe filloi të pinte me etje. Zonja Liridona, tha Arbery duke u kthyer te tema, dhe nëse do t'ju thosha se njoh një program që mund të ndihmoj? Një program që ofron kualifikim, ndihmë me kopshtin për fëmijët, madje edhe asistencë mjekësore për nënën tuaj? Liridona e shikoi me atë shprehje që Arbery po fillonte ta njihte, një përzierje shprese dhe frike nga shpresa. A ekziston vërtet kjo? Sepse, djalosh, kam dëgjuar shumë premtime në jetë. Politikan që vinë këtu në kohë zgjedhjesh duke premtuar këtë e atë, njerëz të organizatave që shfaqen, bëjnë foto dhe pastaj zhduken. Nuk mundem më të besoj në gjëra që nuk do të ndodhin. E kuptoj, tha Arbery, dhe zëri i tij ishte i mbushur me një sinqeritet që ai rrallë e përdorte. Dhe unë nuk do të premtoj asgjë që nuk mund ta mbaj. Por më lini të bëj diçka. Më lini të marr informacionet tuaja, të bisedoj me njerëzit përgjegjës për programin dhe të shoh se çfarë është e mundur. Nëse bëhet, unë kthehem këtu dhe bisedojmë siç duhet. Nëse nuk bëhet, kthehem dhe ju them të vërtetën. Pa mashtrime. Liridona e studioi për një moment të gjatë. Kishte diçka te ai njeri që ajo nuk arrinte ta identifikonte. Ai nuk dukej si vullnetarët e zakonshëm që shfaqeshin aty. Kishte diçka ndryshe në qëndrim, në mënyrën e të folurit, në intensitetin e shikimit. Por gjithashtu nuk dukej i rrem. Dukej si dikush që vërtet i interesonte. Mirë, djalosh. Mund të shënosh çfarë të duhet. Arbery kaloi minutat e ardhshme duke bërë pyetje, duke shënuar gjithçka në një blok që kishte sjell. Liridona ju përgjigj gjithçkaje me ndershmëri, pa e zbukuruar apo minimizuar situatën e saj. Foli për qirat e prapambetura, për borxhet, për vështirësi.
Foli me turp, por edhe me dinjitet. Kur Arbëri më në fund u ngrit për të ikur, Liridona e shoqëroi deri te dera. Para se të dilte, ai u kthye. Zonja Liridona, edhe një gjë. Ju jeni një grua shumë e fortë. Shumë njerëz në situatën tuaj do të ishin dorëzuar, por ju vazhdoni të luftoni, të kujdeseni për fëmijët tuaj, ta mbani shtëpinë të pastër, dinjitetin të paprekur. Kjo vlen shumë. Vlen më shumë se sa shumë të pasur mund të kuptojnë. Liridona puliti syt, e befasuar nga komplimenti. Shikoj duart e saj me kallo, dyshemen prej cimentoje, fëmijët që luanin në cep. Ah, djalosh, unë vetëm bëj atë që duhet bërë. Jam nën. Nëna nuk dorëzohet. Saktësisht, tha Arbëri, duke ndjerë një lëmsh në fyt. Do të kthehem së shpejti, zonja Liridona. Ky është një premtim. Kur Arbëri u kthye në makinë, Bledari vuri re se punëdhënësi i tij ishte ndryshe. Syt e tij ishin të kuq, sikur po mbante lotët. Si shkoj, zotëri? Arbëri u vonua të përgjigjej. Më në fund, me zërin që i dridhej, tha thjesht, duhet të veprojmë shpejt, Bledar. Shumë shpejt. Ajo familje nuk mund të kaloj më një krishtlindje kështu. Jo për sa kohë unë mund të bëj diçka. Nata e krishtlindjes erdhi ndryshe për Arbër Hoxhën. Ndërsa qyteti përgatitej për darkat, shkëmbimin e dhuratave dhe përqafimet familjare, ai ishte i mbyllur në zyrën e tij, i rrethuar nga letra, kontrata dhe plane. Elora kishte protestuar, duke thënë se ishin krishtlindjet, se ai duhej të pushonte, ta kalonte datën me dig. Por Arbëri nuk kishte me këta kalonte. Familja e tij ishte e gjitha në Zvicër, ai nuk kishte grua, nuk kishte fëmijë. Kishte vetëm para dhe, tani, një mision që i konsumonte çdo sekond të mendimit të tij. Telefoni ra në orën 9 të mbrëmjes. Ishte Genti. Zoti Hoxha, kemi një problem. Arbëri ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Çfarë lloj problemi? Fotot e zotërisë të veshur si baba dimër kanë mbërritur në një blog thashë themesh të zonës. Dikush po përpiqet të zbulojë se kush ishte. Po krahasojnë detajet, orën që zotëria mbante, llojin e copës së rrobave. Ka njerëz që thonë se e njohën makinën që përdorëm, edhe pse ishte diskrete. Historia po fillon të bëhet virale. Arbëri mbylli syt dhe mori frym thellë. Sa kohë derisa të zbulojnë identitetin tim? Vështirë të thuhet, zotëri. Por nëse ndonjë gazetar serioz e merr historinë dhe fillon të hetojë vërtet, ndoshta 2-3 ditë. Një javë maksimumi. Atëherë nuk kemi kohë, tha Arbëri, mendja e tij tashmë po llogariste, por i organizonte planet. Gent, dua që të përshpejtosh gjithçka. Rregullimin e qirave, shlyerjen e borxheve, gjithçka. Duhet të jetë gati para vitit të ri. Zotëri, me gjithë respektin, kjo është e pamundur. Po flasim për procese burokratike, verifikime, dokumentacione. Dhe është kohë festash, gjithçka është e mbyllur ose punon me gjysmë kapaciteti. Atëherë paguajmë që gjërat të funksionojnë, u përgjigj Arbëri me vendosmëri të qartë në zë. Nuk më intereson sa do të kushtoj. Më intereson ta bëj këtë të ndodh para se të kthehet në një cirk mediatik dhe të dëmtoj atë familje. E kuptuar, zotëri. Do të bëj të pamundurën. Pasi mbylli telefonin, Arbëri mbeti duke shikuar letrat e shpërndara mbi tavolinën e tij. Projekti era ishte rritur shumë përtej asaj që ai kishte imagjinuar fillimisht. Nuk ishte vetëm për pagimin e faturave të prapambetura. Ishte për të ristrukturuar plotësisht jetën e asaj familjeje, por duke e bërë këtë në mënyrë të qëndrueshme, me respekt, me dinjitet. Ai kishte punësuar në mënyrë diskrete një punonjëse sociale të besuar, Dorotheutën, e cila kishte përvojë në punën me familjet e pambrojtura. Ajo do të ishte ura, personi që do të bënte kontaktin fillestar zyrtar, do të prezantonte programin e mbështetjes. Arbëri do të qëndronte në prapasken, i padukshëm, vetëm financuesi anonim. Telefoni ra përsëri. Këtë herë ishte një numër i panjohur. Arbëri hezitoi, por u përgjigj. Alo? Zoti Arbër Hoxha? Zëri ishte mashkullor, i vendosur, profesional. Emri im është Fatos Oliveira, jam gazetar investigativ. Po bëj një artikull për një sipërmarrës që u shfaqi maskuar si babadimër në bregun e Lumit. Do të dëshiroja t'ju bëja disa pyetje. Gjaku i Arbërit u ngrin. Si e gjetët numrin tim?
Kjo nuk është e rëndësishme, zoti Hoxha. Ajo që është e rëndësishme është se unë e di që ishit ju. Kam foto, kam dëshmitar, kam gjithçka. Mund ta publikoj artikullin që nesër duke ekspozuar të gjithë historinë. Ose ju mund të më jepni një intervistë ekskluzive, të tregoni versionin tuaj dhe ne e bëjmë këtë në mënyrë të kontrolluar, pozitive për imazhin tuaj. Arbëri ndjeu zemërimin t'i vlonte. Ishte shantazh i pastër dhe i thjeshtë. Zoti Fatos, unë nuk bëra asgjë të keqe. Shpërndava dhurata për fëmijët në nevojë. Pse kjo do të ishte lajm? Oh, nuk do të ishte, nëse do të ishte vetëm kjo. Por burimet e mia më thanë se ju jeni përfshirë shumë me një familje specifike. Që po planifikoni një lloj programi ndihme private. Kjo ngre pyetje, zoti Hoxha. Pse kjo familje? Çfarë prisni ju në këmbim? A ka interes politik në këtë? Apo planifikoni të kandidoni për diçka? Arbëri duhet të kontrollonte zërin që të mos bërtiste. Nuk ka asnjë interes politik. Nuk ka asnjë interes përveç se të ndihmoj. Një fëmijë më kërkoi diçka dhe unë po përpiqem të ndihmoj. A është aq e vështirë të besosh se dikush mund të bëjë diçka të mirë pa dashur asgjë në këmbim? Në botën e sotme? Po, zoti Hoxha, është e vështirë. Njerëzit nuk u besojnë miliarderëve që shfaqen nga hiçi duke dashur të jenë heronj. Ata duan të dinë se çfarë fshihet pas. Arbëri mori frym thellë duke u përpjekur të mendonte me qartësi. Shiko, Fatos, do të kërkoj një gjë. Më jep një javë. Vetëm një javë. Mos publiko asgjë ende. Më lër të bëj atë që më duhet të bëj dhe pastaj, nëse ende dëshiron të bësh artikullin, unë të jap intervistën. Do të tregoj gjithçka. Por të lutem, mos e ekspozo këtë familje tani. Ata nuk meritojnë të kthehen në tituj gazetash. Pati një heshtje nga ana tjetër e linjës. Më në fund, Fatosi foli dhe zëri i tij ishte pak më pak armiqësor. Unë nuk jam monster, zoti Hoxha. Nuk dua të dëmtoj askën. Por kam një punë për të bërë. Do t'ju jap 3 ditë. Deri më datë 27. Nëse deri atëherë nuk më keni dhënë intervistën, unë publikoj atë që kam. Dhe shiko, vetëm sepse ishe i ndershëm me mua tani, do të bëj një marrëveshje. Nuk do ta ekspozoj identitetin e familjes. Do të fokusohem te ti dhe te motivimet e tua. Dakord? Arbëri nuk kishte zgjedhje. Dakord. Faleminderit, Fatos. Kur mbylli telefonin, Arbërin e mbuluan djersë të ftohta. 3 ditë. Kishte vetëm 3 ditë për të strukturuar gjithçka, për të garantuar që ajo familje të ishte e mbrojtur dhe e mbështetur para se identiteti i tij të zbulohej dhe gjithçka të kthehej në një cirk. Ai thiri Elorën, duke mos u shqetësuar që ishte pothuajse mesnata e Krishtlindjes. Elora, duhet të mblidhemi nesër, herët në mëngjes. Në orën 6. Dhe telefono Doroteutën, Gentin, Bledarin. Të gjithë duhet të jenë aty. Zoti Hoxha, janë Krishtlindjet, protestoi Elora, por zëri i saj nuk kishte rezistencë reale. Ajo e dinte se kur Arbëri bëhej kështu, nuk vlente të debatoje. E di që janë Krishtlindjet, Elora. Dhe është pikërisht për këtë që duhet të veprojmë. Sepse i premtova një fëmijë 5 vjeçar se do të provoja ta bëja nënën e saj të mos qante më. Dhe unë nuk do ta thyej atë premtim. Në mëngjesin e datës 25, zyra e Arbërit ishte një qendër e vërtet operacionesh. Dr. Teuta, një grua rreth të 50-tave me sy të butë dhe përvojë dekadash duke punuar me komunitetet e pambrojtura, dëgjonte me vëmendje ndërsa Arbëri shpjegonte të gjithë situatën. Zoti Hoxha, tha ajo kur ai mbaroi, me gjithë respektin, ju po e bëni këtë në mënyrën e gabuar. Arbëri ndaloi së foluri, i befasuar. Si kështu? Ju po mendoni si sipërmarrës, jo si punonjës social. Ju doni të zgjidhni gjithçka menjëherë, sikur të ishte një shkrirje biznesesh. Por këta janë njerëz, janë jeta. Nëse ju mbërrini duke derdhur para mbi ta, do të krijoni varësi, do të shkatërroni dinjitetin e tyre, do të bëni më shumë dëm se sa mirë. Atëherë çfarë sugjeroni ju? Zëri i Arbërit ishte mbrojtës, por ai po dëgjonte. Dorotheuta hapi dosjen e saj dhe nxori disa letra. Së pari, ne ofrojmë mundësi, jo zgjidhje të gatshme. I ofrojmë një kurs profesional liridonës me bursë studimi dhe ndihmë për kopshtin.
I ofrojmë trajtim mjekësor gjyshe fatmirës përmes një programi shëndetësor komunitar, jo duke paguar spitale private që do t'i trembin ato. I ofrojmë mjete shkollore dhe uniform erës si pjesë të një programi arsimor më të gjerë, jo si dhurat individuale. Gjithçka duhet të ketë një strukturë, një program, diçka që edhe familje të tjera mund të aksesojnë eventualisht. Por kjo do të vonoj, protestoi Arbery. Po qiraja e prapambetur? Po borxhet? Ata mund të nxirren nga shtëpia para se të fillojnë ndonjë program. Aty po, ju mund të ndërhyni drejt për drejt, por përmes një fondi emergjence të programit. Një fond që teorikisht ekziston për të ndihmuar familjet në situatë kritike. Liridona nuk ka nevojë ta di që u krijua posaçërisht për të. Ajo nuk ka nevojë ta di që ju jeni financuesi. Ajo vetëm duhet ta di se u pranua në një program social dhe se ka të drejtë për këtë ndihmë emergjente. Arbery qëndroi në heshtje duke e procesuar. Kishte kuptim. Ishte më e avashtë, më e komplikuar, por kishte kuptim. Sa kohë duhet për ta strukturuar këtë? Nëse punojmë ditë e natë me ekipin e duhur, një javë. Ndoshta 10 ditë. Kam 3 ditë, tha Arbery thjesht. Deri më datë 27. Pas kësaj, identiteti im do të ekspozohet dhe gjithçka kthehet në një tjetër lloj problemi. Doroteuta e shikoi atë me një përzierje respekti dhe shqetësimi. Atëherë le të bëjmë mrekulli, zoti Hoxha. 2 ditët e ardhshme ishin një maraton. Arbery mezi fjeti, mezi hëngri. Ekipi punonte me turne, duke strukturuar dokumentacionet, duke krijuar infrastrukturën e programit. Doroteuta arriti partneritet me një organizatë reale që tashmë punonte në zonë, duke i dhënë besueshmëri projektit. Arbery injektoi para për të zgjeruar programet ekzistuese, duke krijuar vende të reja posaçërisht për familje si ajo e Liridonës. Më datë 26, ndërsa ekipi po finalizonte detajet e fundit, Arbery vendosi të bënte edhe një vizitë në bregun e lumit. Duhej të shite erën, duhej të ishte i sigurt se po bënte gjën e duhur. Kur mbërriti në rrugicën ku ndodhej shtëpia, gjeti një skenë ndryshe. Kishte një grup të vogël njerëzish të mbledhur para shtëpisë së Liridonës. Arbery ndjeu zemrën t'i rrite fort. Çfarë po ndodhte? U afrua në mënyrë diskrete dhe dëgjoi bisedat. Siç duket, zoti Agim, pronari i shtëpisë, ishte shfaqur duke kërkuar qirat e prapambetura. Situata ishte e tensionuar. Liridona, unë e kuptoj situatën tënde, zëri i zoti Agim ishte i vendosur por jo mizor. E mbajta deri tani për shkak të Krishtlindjeve, por edhe unë kam fatura për të paguar. 3 muaj qira bëjnë 30.000 lekë. Nëse nuk mund të paguash, do të më duhet t'ju kërkoj të dilni. Liridona ishte e ndalur te dera, era e kapur pas këmbës së saj, drini në krah. Fytyra e saj ishte e zbetë, por ajo e mbante kokën lart. E di, zoti Agim. Nuk po ju gënjej. Po kërkoj punë, ju betohem. Vetëm më jepni edhe pak kohë, ju lutem. Zonja Shpresa, fqinja që kujdesej për fëmijët, ndërhyri. Zoti Agim, kini zemër. Është fill pas Krishtlindjeve. Ku do të shkojnë këta fëmijë nëse i nxirrni nga shtëpia tani? Arbery nuk u mendua. Thjesht veproi. Eci drejt grupit dhe tha, me zë të fortë, sa është borxhi? Të gjithë u kthyen për ta parë. Liridona e njohu menjëherë, ai djaloshi nga organizata që ishte shfaqur disa ditë më parë. Zoti Agim e vlerësoi me mosbesim. Kush jeni ju? Jam një mik, u përgjigj Arbery. Dhe unë mund ta paguaj borxhin e saj. Tani. Me para në dorë. Zoti Agim i ngushtoi sytë. Pse do ta bënit këtë? Ju mezi e njihni atë. Sepse janë Krishtlindjet, tha Arbery thjesht. Dhe sepse askush nuk meriton ta humbas shtëpinë fill pas Krishtlindjeve. Sa është? 30.000 lekë, apo jo? I kam këtu. Ai nxori portofolin dhe filloi të numëronte kartëmonedhat. Turma e vogël që ishte krijuar qëndroi në heshtje, duke vëzhguar atë të huaj që po paguante borxhin e Liridonës. Djalosh, nuk keni nevojë ta bëni këtë, tha Liridona, me zërin që i dridhej. Nuk mund ta pranoj. Unë as nuk ju njoh mirë. Arbery e shikoi atë, pastaj erën, e cila po e vëzhgonte me ata sy serioz. Mund ta pranosh, po. Dhe mund të mi kthesh kur të mundesh, pa nxitim. Konsideroje si një hua.
ose më mirë, konsideroje si një dhuratë Krishtlindjeje. Nga një mik te një tjetër. Zoti Agim i mori parat, i numëroi me kujdes dhe pohoi me kokë. Në rregull. Borxhi është shlyer. Liridona, mund të qëndrosh. Por nga janari duhet të jesh në rregull. Kur turma e vogël u shpërnda, Liridona mbeti e ndalur aty me lotët që i rridhnin nëpër fytyrë. Edhe Arbëri mbeti, pa ditur mirë se çfarë të bënte apo të thoshte. Pse e bëte këtë? Pyeti Liridona, duke fshirë lotët me kurrizin e dorës. Ju nuk më njihni. Nuk më detyroheni asgjë. Arbëri shikoi erën, e cila vazhdonte të ishte e kapur pas këmbës së nënës. Sepse dikush më mësoi së fundmi se ndonjëherë duhet të veprojmë, jo vetëm të flasim. Dhe sepse askush nuk meriton t'i kaloj Krishtlindjet me frikën e humbjes së çatisë. Liridona shpërtheu në ngashërim, një tingull që vinte nga thellësia, nga një vend dhimbjeje të thellë dhe lehtësimi të papritur. Do t'ju paguaj mbrapsht, ju betohem. Mund të vonoj, por do të paguaj. Nuk ka nxitim, tha Arbëri butësisht. Dhe shiko, ka edhe diçka tjetër. Nesër, një punonjëse sociale do të vijë të vizitoj. Dorotheuta. Ajo ka informacione për një program që mund të ndihmojë në mënyrë më të përhershme. Kurs profesional, ndihmë me fëmijët, trajtim për nënën tënde. Ja vlen ta dëgjosh atë që ajo ka për të thënë. Liridona e shikoi me një përzierje mirënjohjeje dhe konfuzioni. Ju e njihni këtë punonjëse sociale? E njoh, gënjeu Arbëri për herë të parë në atë bisedë. Dhe ajo është e besuar. Dëgjoje atë që ka për të thënë. Mund të ndryshojë jetën. Atë natë, kur Arbëri u kthye në shtëpi, u ndjei huaj. Kishte thyer protokollin e tij, ishte ekspozuar, kishte vepruar sipas impulsit. Por në të njëjtën kohë, kishte bërë gjën e duhur. Kishte parandaluar që ajo familje të humbiste çatin. U kishte dhënë atyre edhe pak më shumë kohë, edhe pak më shumë shpresë. Telefoni ra. Ishte Fatosi, gazetari. Zoti Hoxha, e di se çfarë bëre sot në bregun e Lumit. Kam burime atje. Ti e pagove borxhin e familjes personalisht. Kjo i ndryshon gjërat. Arbëri pshertiu. Si ndryshon? I ndryshon sepse tani nuk kam më dyshime. Ti vërtet interesohesh. Kjo nuk është goditje marketingu, nuk është strategji politike. Ti vërtet po përpiqesh të ndihmosh. Kështu që do të jap më shumë kohë. Një javë. Deri më datë 31. Bëj atë që duhet të bësh dhe pastaj bisedojmë. Faleminderit, Fatos. Vërtet. Edhe një gjë, Zoti Hoxha. Pse kjo familje specifike? Çfarë të bëri të lidhesh aq shumë me ta? Arbëri mbylli syt, duke kujtuar atë moment në shesh, dëshirën e erës, fjalët që kishin thyer diçka brenda tij. Një fëmijë 5 vjeçar më mësoi se po jetoja gabim. Ajo më kujtoi se çfarë ka rëndësi vërtet. Është kaq e thjeshtë. Kur mbylli telefonin, Arbëri shkoi te dritarja dhe shikoi Tiranën që shkëlqente në natë. Diku atje jashtë, një vajzë po flinte, ndoshta për herë të parë pas muajsh pa pasur nevojë të shtirej sikur nuk e dëgjonte nënën e saj duke qajtur. Dhe kjo, mendoi Arbëri, vlente më shumë se çdo para që ai kishte fituar në të gjithë jetën e tij.